standardet e integrimit evropian, për të arritur, për të kapur një treg i cili tashmë nuk është më një treg vetëm shqiptar, nuk është më vetëm një treg ballkanik, por është një treg në të cilin mund të shërbehen 450 milion banor. Për këtë, potenciali nuk është vetëm në industrinë e madhe, nuk është vetëm në turizëm që ne tërheqim, por është në të gjitha proceset që neve prodhojmë. Është e rëndësishme që së bashku ne të arrijmë standardet që kërkohen nga tregu i përbashkët evropian. Dhe për ta bërë këtë, gjatë katëvjeçarit të ardhshëm, ne do të punojmë me çdo biznes shqiptar. Ne do fillojmë një program i cili do të quhet BE-ja në dyert tuaja dhe do të dedikohet vetëm biznesit. Ky program do të trajnojë biznesin për të kuptuar se çfarë janë standardet e Bashkimit Evropian, për të kuptuar se si ne mund të tregtojmë, për të kuptuar se çfarë certifikimesh duhet marrë çdo biznes në mënyrë që produktet e veta t'i shes në Bashkimin Evropian. Unë jam shumë e kënaqur që duke parë shifrat e transformimit të Shkodrës dhe të Shqipërisë në përgjithësi, ne kemi pasur një rritje të numrit të bizneseve prej 60%, ne kemi pasur një rritje të ardhurave të bizneseve prej më shumë se sa 2 fish, dhe kjo pa diskutim që duhet vazhdoj. Dhe një komponent i rëndësishëm i kësaj rritjeje është dhe teknologjia e informacionit. Në Shkodër, numri i bizneseve të teknologjisë informacionit është më shumë se sa 2 fishuar në vitet e kaluara, pasi potenciali kapitalit njerëzor që kemi këtu lidhet dhe me universitetin dhe kemi një rritje të kapaciteteve në këtë drejtim. Teknologjia e informacionit është çelës për zhvillimin e bizneseve. Është çelës jo vetëm për zhvillimin dhe modernizimin e mënyrës se si prodhohet, të mënyrës se si tregtohet, por është të mënyrës se si shitet. Ne kemi kompaninë në Shkodër që kanë filluar të aplikojnë e-commerce-in dhe e kanë ndjerë ndryshimin që e-commerce ka sjellë. Ekonomia shqiptare gjatë 10 viteve të fundit është rritur nga një ekonomi e cila prodhonte në tërësi 9.6 miliard euro, në një ekonomi që sot prodhon 25 miliard euro. Është një ekonomi në të cilën kemi një rritje, kjo rritje është transferuar në të gjithë proceset, por është transferuar dhe ke njerëzit. Prodhimi brendshëm bruto për frym nga një nivel prej 3.300 euro para 10 vitesh, sot është në një nivel prej më shumë se sa 10.300 euro. Dhe ne synojmë që në Shqipërinë 2030, ky prodhim për frym të jetë të shkoj akoma më lart, të shkoj në nivelin 15.000 euro. Me ndryshimet që ekonomia ka bërë dhe me ndryshimet që biznesi vogël, që është kolona kryesore e ekonomisë shqiptare, pasi më shumë se 90% e biznesit vogël i biznesit është biznesi vogël, ne duam që këtë biznes ta potenciojmë. Në aspektin fiskal, për hir të së vërtetës që prej vitit 2021 ne kemi lehtësuar biznesin nga çdo lloj takse, nga çdo lloj tatimi. Ne vendosëm që tavanin, pragun për të paguar tatimin dhe fitimin ta çojmë në 140.000 euro, që është një prag i cili nuk është në asnjë vend tjetër të botës. Dhe këtë politikë ne do ta mbajmë, nga kjo politikë kanë përfituar në Shqipëri rreth 99.000 biznese, duke i kursyer biznesit dhe duke i lënë në xhep biznesit rreth 66.5 milion euro në vit. Nga ana tjetër, ne vendosëm të rrisim dhe pragun e tatimit të vlerës së shtuar dhe gjithashtu pjesa më e madhe e biznesit, vetëm 27% e biznesit tashmë paguan tatimin e vlerën e shtuar. E bëm këtë të vetëdijshëm që do të kishim më pak të ardhura në buxhetin e qeverisë, por ne synojmë fuqizimin e biznesit tuaj. Dhe besoj fort që nëpërmjet transformimit, nëpërmjet arritjes së certifikimeve, nëpërmjet tregjeve të shtuara, ne kemi një potencial që këto 66.5 milion euro në vit të shumë fishohen dhe ju të keni më shumë mundësi për investimet, keni më shumë mundësi për rritje, keni më shumë mundësi për krijimin e vendeve të punës. Ne trashëguam një ekonomi e cila kishte rreth 17.9% normën e papunësisë, ndërsa sot norma e papunësisë është 8.8%. Mesatarja europiane është
6.6% dhe është ajo ku ne duam të arrim në vitin 2030. Dhe biznesi i vogël është zemra e arritjes së kësaj norme papunësie, është zemra e zhvillimit të çdo ekonomie. Ndaj, takimi sotëm është për ju, për t'ju dëgjuar se si keni juve planet, se si mendoni juve, se çfarë mund të bëjmë ne bashkarisht më mirë, më shumë, në mënyrë që këto pragje të tejkalohen dhe ju të fuqizoheni. Faleminderit zonja ministre, i nderuar kryeministre, është kënaqësi e madhe kemi një bashkëbisedim me ju këtu në Shkodër. Shkodra si një qendra më e madhe ekonomike e rajonit dhe e Veriut, mendoj që po merr gjithmonë më tepër vëmendjen dhe punën dhe përkushtimin për të zhvilluar edhe ekonomikisht, për të kaluar një nivel tjetër këtu dhe falë shumë politikave të qeverisë për këtë gjë. Nga ana jonë si bashki, doja të thoja se për përpiqemi të përgjigjemi ritmit të qeverisë qendrore në aspektin e iniciativave tuaja për ndihmuar biznesin e vogël. Sigurisht biznesi i vogël në Shkodër zë 90% të bizneseve, siç e tha dhe ministra, dhe ka një potencë të madhe, por ka dhe një mundësi të madhe për zhvillim dhe ka një rol të jashtëzakonshëm për të bërë aq më shumë në momentet e sotme ku ne po i hapim mundësi dhe po kryejmë investime të cilat ndikojnë drejt për drejt. Për të qenë pak më i thjesht në problematikën drejt për drejt të bashkisë, në pozicionin e bashkisë me biznesin, kemi filluar që për fillimit të kemi një vëmendje në gjërat që mund të lehtësojnë biznesin e vogël, bizneset në përgjithësi të vendit, me ato shërbimet që bashkia ofron, duke filluar nga mbetjet, duke filluar nga rrugët e biçikletave, një nga konstatimet e para, shumë të thjeshta do të thoja, por shumë biznese që janë në periferi të vendit ku zonjat, gratë shkonin çdo mëngjes dhe s'kishin akses të shkonin me biçikleta, ndërtuam kursitë e biçikletave, kemi ndërtuar në shumë pranë bizneseve investime të vogla të rrugëve, të infrastrukturës rrugore, e elemente të tjerë të mirëmbajtjes, siç thash, të pastrimit, mbeturinave, kombinimit. Sigurisht këto nga ana e bashkisë janë disa investime të mirë menaxhimit, do të thoja, dhe kemi shumë për të bërë, po njëkohësisht mendoj se të gjithë investimet e mëdha që ne po e kthejmë Shkodrën në një qendër dhe hapje të tregut, për sa i përket infrastrukturës rrugore, hyrjes Shkodrës, rrugëve që bëjnë lidhjen me Malin e Zi etj. Me radhë, besoj të gjitha shkojnë në një qëllim të përbashkët që është zhvillimi ekonomik dhe forcimi ndërmarrjeve ekonomike në Shkodër. Në këtë aspekt ne jemi në mirëpritje dhe njëkohësisht të komenteve bashkëpunimit me bizneset në Shkodër. Faleminderit. Përpara se sa të them unë disa fjalë, ndoshta unë jam Anselmo Melgushi. Ne kemi marrë pjesë në projektet e startupit që ju keni dhënë, na keni dhënë një mundësi shumë të mirë për pjesëmarrje dhe një shtys shumë të mirë që na ndihmon për të ecë përpara. Ajo gjë të cilën ne e shohim si shumë të mirë ose si pozitive që të gjithë kanë të drejtë me marrë pjesë, thjesht duhet të kenë iniciativa që të aplikojnë. Sfidat të cilat ne po mundohemi që të kalojmë në këtë fazë që jemi ne, është njohja në Shqipëri dhe në Europë. Pra, ajo çfarë ne kërkojmë është globalizimi i tregut shqiptar dhe njohja e produktit shqiptar në Europë dhe në botë. Nëse ju do t'ju japsha një këshill që të bashkëpunoj edhe shteti me pjesën e bizneseve, që të kenë një njohje, një lloj njohje ose një lloj tiku bizneset shqiptare të cilat janë të ligjshme, pra faqet online ose ato që merren me e-commerce, të kenë një njohje nga një organik e shtetit, të cilët njihen si shitës të certifikuar për pjesën e produkteve që ato merren, pra që prodhohen në Shqipëri, janë made in Albania dhe të njihen edhe jashtë që ky biznes ose kjo faqe që po shet këtë produkt të jetë e njohur dhe besueshme, sepse problemi është se ka një konkurrencë jo të ndershme, të gjithë po importojnë dhe po shesin, është diçka shumë pozitive që njerëzit po jepet kjo mundësi, por ama të njihet edhe dikush që e prodhon dhe bën të gjithë ciklin e mbyllur
me teknologjinë shqiptare. Shumë falenderit Anselmo, edhe shumë falenderit që solle shembullin e një subjekti që është financuar nga Agjencia e Startupeve. Kanë qenë në fakt 40 aplikime nga Shkodra dhe ishte shumë pozitivisht surprizuese dhe mirëpritur që dhe Shkodra procesi filloi dhe në Shkodër i transformimit. Në thirrjen e parë neve kishim më pak se sa 5 aplikime, ndërsa këtë thirrje ishin 40 dhe jam e bindur që në thirrjet e ardhshme do të ketë më shumë akoma. Procesi i njohjes së faqeve, procesi i njohjes së produkteve shqiptare, qofshin ato ushqimore, apo prodhime industriale, apo prodhime tekstile si në shembullin tuaj, është i rëndësishëm dhe është komponenti kyç i atij transformimi që pritet. Është komponenti kyç që ne do të na lejojë që të aksesojmë tregjet ndërkombëtare. E ndërsa ti referohesh e-commerce-it dhe faqeve të cilat janë të njohura dhe të certifikuara nga shteti shqiptar për të tregtuar dhe jashtë, është një proces i cili së bashku me certifikimin e produkteve do të certifikohen dhe metodat e shitjeve dhe ky është pikërisht ai program që unë referova në fillim të fjalës time, të cilin neve do ta ndërmarrim në shkallë kombëtare me qëllim shpjegimin dhe hapave që duhet ndërmarrë çdo biznes në mënyrë që të mund të aksesojë në një konkurrencë të pastër dhe të drejtë me të gjithë ndërmarrjet europiane. Po, dikush tjetër? Përshëndetje, jam Aldo Shildia, jam një programues, kam kryer shkollën te shkolla austriake në Shkodër, edhe pothuajse ka 4 vite domethënë që kam krijuar një biznes timin dhe po punoj me pjesën e zhvillimit softwareve kryesisht për klienta këtu në Shqipëri. Një ditë pyetje që unë do kisha qoftë ndoshta edhe për bashkinë ose për qeverinë është në lidhje me Innovation Hub. Ka ndonjë plan për shembull që mund krijohet një hapësirë ku mund punojnë personat, një inkubatorit, një pjesë e mentorimit, që është diçka që i mungon ndoshta Shkodrës, për shembull një diçka e ngjashme me pjesën e piramidës që është bërë në Tiranë. Pasi besoj se ka shumë profesionistë të tillë që mund bashkohen dhe mund punojnë bashkë. Faleminderit. Faleminderit, është pyetje që më ndihmon, sepse besoj ju jeni të informuar që ne kemi hyrë në një fazë të re tani me hapësirat për të gjithë vajzat dhe djemtë të talentuar të botës teknologjisë që kanë filluar të zhvillojnë bizneset e tyre. Kemi aktiv parkun e parë teknologjik, Duranën, ku mund të regjistrohesh edhe virtualisht. Jemi duke përfunduar një tjetër bazë shumë, besoj unë, cilësore në Vlorë. Piramidën e përmende është, si thush, dallandyshja e parë dhe në modelin e piramidës për të pasur brenda edhe programet që janë për fëmijët të Tumos, për të pasur brenda edhe hapësirat për ata që janë më të rritur edhe që kanë nevojë fillimisht për një mbështetje për që të mund të ulen dhe të punojnë se nuk i kanë kapacitetet për të pasur zyrat e veta, qerat, etj. Kemi me Fondin Shqiptar Zhvillimit projektin për Shkodrën. Jemi akoma, kemi dy opsione. Një opsion është që në bashkëpunim me Radio Televizion Shqiptar të shfrytëzojmë një pjesë të godinës të Vëshkodrës këtu në qendër. Është godinë shumë e bukur dhe nuk e di a keni parë, ka një pjesë që është komplet e pashfrytëzuar. Një variant tjetër që është më ambicioz, më i madh, por që do dhe më shumë investime, është te kuzina e telit. Jemi duke punuar, janë të dyja variantet në tavolinë, do shohim si do ecim. Po ndërkohë, duke qenë se përmenda godinën e Vëshkodrës edhe hapësirën që është aty, dikur ka qenë një hapësirë për orkestrën, mos gabohem.
Unë kam folur edhe me Benedin dhe unë besoj shumë që ne duhet të ecim me një program të përbashkët të qeverisë edhe të bashkisë për specifikisht për artin dhe kulturën të përqendruar në Shkodër, pasi arti dhe kultura këtu kanë një traditë dhe pasi e kombinuar me elementet e tjerë që ka qyteti, që ka zona, mund të bëjnë një punë shumë të madhe për më shumë turizëm, për më shumë biznes. Dhe nuk e di sa e keni marrë vesh që para pak ditësh arkivi Marubit u vullos përfundimisht si pasuri botërore dhe tani mund të themi që jo vetëm me fjalë apo me çfarë ne besojmë, por edhe me ligj, me dokumenta, me vull, me firmë, Shkodra ka një kontribut në kulturën e botës. Dhe jam shumë krenar për këtë, pasi e kemi kapur në zgrip arkivin. Ka qenë realisht, domethënë, në fije të perit, i mbytur në ca zgëqe në përthas, një tmerr i madh. Dhe ju e dini pastaj që ndërtua muzeun, edhe kemi vënë përfundimisht në kontroll arkivin me laboratori, me të gjitha, por për tej si tush ndjeshmërisë edhe vullnetit ton në Tiranë, unë dua që t'i njoh meritën një djali nga Shkodra që është drejtori i muzeut Luçanit, i cili në këndvështrimin tim do të mbetet në historinë e qytetit si njeriu që shpëtoi arkivin edhe shpëtoi Shkodrën në një turp i madh kombëtar edhe Shqipërinë bashkë me Shkodrën. Është realisht përkushtimi ajo mënyra shumë personale me cilën ai e shef atë pasuri si ta kishte jo të vetën, po si ta kishte pjesë të trupit vet, që i bën shumë der atij idealit, edhe që unë jam shumë i privilegjuar që kam pasur mundësinë ta njoh, sepse realisht ne mund të bënim muzeun, ne mund të bënim financimet e nevojshme, por në pa atë djalin unë besoj që ishte shumë vështirë. Por shembulli vlen për të thënë që ne duhet kapemi fort pas këtyre gjërave që ka Shkodra. Edhe kemi disa gjëra në zhvillim, kemi muzeun e ri të kujtesës, që do jetë më në fund Shqipëria do të ketë jo vetëm në Tiranë, ku kemi muzeun e Gjethit, po që është një tjetër këndvështrimi i asaj të shkuare në ferr të popullit ton, do ketë një tjetër der ku jo vetëm vizitorët e huaj, por edhe ne, flas gjeneratet e reja, do mund të shohin fizikisht brutalitetin e asaj kohe. Kemi projektin e jashtëzakonshëm, them unë, të sheshit xhamisë së Madhe të Shkodrës, që shpresoj ta bëjmë realitet. Pse e futa në këtë radhë, sepse në atë projekt do të krijohet një hapësirë e madhe për kulturë, për muzealizim
në një përsëri kënd tjetër të një historie që nuk duhet harruar kur, historia e mënyrës se si feja në Shqipëri ka rrugtuar për të ardhur sot në lirinë që ka. Kemi muzeun e lundrimit që është projekt i nisur tek në këmbët e Kalas së Rozafës në hyrjet Shkodrës, aty ku po bëhet gjithë projekti i hyrjes me molet e tjerë, aty do të jetë një muze i bukur i lundrimit. Shkodra është një qytet, e tha ministrja, është një qytet që ka bërë tregti edhe ka një pjesë madhe të tregtisë ka bërë pikërisht përmes lundrimit, jo vetëm në det, po edhe në liqen. Kemi muzeun etnografik që shpresoj shumë në bashkëpunim me bashkëvuajtësin e zonjës që këtu mungon ta çojmë përpara. Dhe pa tjetër edhe Pinakotekën e Shkodrës. Shkodra ka një rol të pazëvendësueshëm në historinë e arteve të bukura. Nëse heq piktorët e Shkodrës nga lista, mbetet shumë pak nga zanafilla e historisë së arteve të bukura në Shqipëri, kështu që është pa kuptim që Shkodra të mos e ketë Pinakotekën e vet. Dhe me kryetarin jemi në diskutim edhe për transformimin e godinës bashkisë në një godinë muze. Administrata e bashkisë mund të lëvizë diku tjetër pa problem, s'ka nevojë të rrinë në atë mjedis që është realisht një mjedis spektakular, edhe është gjëna që mos jetë një mjedis i hapur dhe i vizitueshëm për të gjithë. Edhe kur them muze në këtë rast kam parasysh një qendër kulturore, kam parasysh një hapësirë ku të ketë lëvizje të vazhdueshme, të ketë aktivitet të vazhdueshëm, ku mund të qëndrojë zyra e përfaqësuese, po themi, e kryetarit bashkisë, por ku pjesa tjetër fare mirë do të ishte të përkiste publikut. Tani, çfarë lidhje kanë gjitha këto me ju të gjithë këtu? Unë besoj që ju e keni ndjerë me hamendja. E keni ndjerë dhe jeni dëshmitar, duke qenë sipërmarrës të vegjël në qytet, jeni dëshmitar se çfarë impakti ka pasur tek biznesi juaj, tek lëvizja, tek xhiroja, tek qarkullimi i vlerës, gjithë mozaiku i punëve të vogla që ka bërë bashkia. Dhe besoj që ju tani nuk jeni më aq skeptik nëse dëgjoni që fasadat nuk janë fasada. Fasadat janë më shumë se sa thjesht dukja, sepse ato krijojnë një tjetër energji edhe kanë një efekt të drejtë për drejtë në rritjen e vlerës pronës. Sot vlera e pronës në Shkodër është më e lartë se sa ditën kur Beneti u bë kryetar bashkie. Ky është fakt, apo jo? Dhe kjo lidhet me të gjitha këto ndërhyrje, edhe lidhet edhe me perspektivën, sensin e të nesërmes që është më i qartë kur ti nuk jeton mes plerave, siç ishte Shkodra, një qytet mes plerave, për turp, kur ti nuk jeton në zymtin e përgjithshme, siç ishte Shkodra, qyteti më i zymt i Shqipërisë, dhe kur ti shef gjërat që marrin jetë, që ndryshojnë etj. Dhe tjetra që është shumë interesante është rritja e volumit të kërkesave për ndërtim në Shkodër. Nuk ka qenë kështu. Ishte një periudhë që ndërtimi i Shkodër
Mbaroi. Pra, ishte stagnacion. U bë siç u bë në vende tjera të Shqipërisë në një periudhë kohe, po pastaj ndaloi. Sot ne kemi edhe në Këshillin Kombëtar kemi kërkesa për ndërtim në Shkodër, që do të thotë që tregu ka filluar të lëviz pa llogaritur Velipojën, flas për qytetin, nuk flas për Velipojën fare. Në Velipoj janë një sër kërkesash shumë ambicioze për të kaluar në një nivel tjetër turizmit me pesyje. Jemi në diskutime për të sjellë dhe një element të industrisë ushtarake në Shkodër, kuptohet jo në qytet, në periferira, që do të ishte shumë mirë për punësimin, por edhe për profesionistët e rinj do të ishte shumë mirë, sepse nëse për industri ne kemi një ekstrem nga një anë të historisë së tranzicionit që ishin fasonët, industria ushtarake është ekstremi tjetër kur vjen puna tek niveli i përgatitjes dhe tek niveli i shpërblimeve për punonjësit. Dhe për ta mbyllur me biznesin e vogël, unë besoj që në këtë pikë nuk ka asgjë për të shtuar, sepse është i vetmi biznes i vogël në rajon, nuk po diskutojmë Europën fare, po në rajon, me taksa zero. Dhe e tha ministrja me tavanin 140.000 euro me taksa zero. Natyrisht që janë tarifat e bashkisë, po kjo është pjesë tarifat e bashkisë i paguhen dhe i familje. Flasim për taksat qendrore, pra nuk biznesi i vogël, unë kam thënë qysh kur e hoqëm taksën, deri në 2029 do të qëndrojë zero. Pastaj është histori tjetër, por deri në 2029 që të marrë forcë, që të rritet, që të ketë kapacitet familja, dhe po t'i bësh llogarit janë një shumë e konsiderueshme. Janë një shumë janë rreth 700 milion euro që i janë lënë biznesit të vogël dhe nuk janë marrë në arkën e shtetit. Në gjithë të vite. 700 milion euro janë një shumë e konsiderueshme. Pa llogaritur edhe 140 milion euro në vit që janë lënë punonjësve me ndryshimin e regjimit fiskal nga taksa e shesh me 10% dhe taksën progresive. Taksa progresive është më impenjative për ata që fitojnë shumë, por në të gjithë fashën që prek 93% punonjësve, 93% punonjësve në privat ose në shtet, taksa është 1 ose 0 deri në 10%. Dhe për këtë arsye 140 milion euro në vit i janë lënë në xhep punonjësve në të gjithë të vite që janë jo pak 1.4 miliard. 1.4 miliard dhe 700 milion shkojnë mbi 2 miliard apo jo. Vlerë që shteti nuk e ka marrë, që do të ishin një para shumë e madhe për qeverinë, për të bërë investime tjera, por ne kemi preferuar që t'ja lëmë njerëzve, familjeve. Dhe do të vazhdojmë kështu me biznesin e vogël, edhe tavanin nuk do ta prekim, edhe sistemi do të mbetet njësoj, deri në 100.000 euro
do t'jetë pa TVSH, mbi 100.000 euro fillon TVSH-ja, normal. Jemi duke punuar dhe për një ide të re për t'i krijuar një periudhë lehtësie atyre që kalojnë mbi 140. Por këtë duhet ta konsultojmë, pra duam t'i japim atyre që kalojnë mbi 140.000, duam t'i japim mundësinë që të deklarojnë më shumë, që mos detyrohen të fshihen, të gënjejnë, të bëjnë këto si qesh goca. Buzëqeshja jote i tregon të gjitha, jam shumë i qartë unë për këtë, por duke i dhënë këtë mundësi që të deklarojnë, por për çfarë deklarojnë mbi 140-ën, të paguajnë vetëm 5% tatim. Besoj që ju intereson. Pse ju intereson? Ju intereson për një arsye shumë të thjeshtë, që të keni shumë më tepër kapacitete në bankë. Dhe duke pas shumë më tepër kapacitete në bankë, keni më tepër kapacitete të kreditoheni edhe të investoni. Përndryshe, po jepja pak mikrofonin. Unë jam kontabilist. Qofse deri tash për shembull një biznes realizon 14, për 1 lek ai pagun 15% tatim fitimin. Nuk i thot tash ose bën 15 milion të reja, nuk pagun për 10-shën, 5 po 15 prap. Nërsa lidhe me një iniciativë tuaj nëse më lejoni, po ju në prejo fjalën është abona. Jo, shumë mirë. Po me që është bashkë bisedim. Jo, shumë mirë. Unë ndoqja këtë iniciativën e re për atë marrëveshjen paqja fiskale me biznesin. Diçka nuk më pëlqeu. Për më u bë më reale. Atë thuaj ç'a pava në televizor, se s'kena materialin. Që mesatarja 3 viteve xhirret fitimi dhe pastaj si me thonë, me 4% që rritja ekonomike, konvertohet e kështu. Këtu ka një problem. Se një biznes që ka deklaru vazhdimisht fitimet larta prapa dy do rrinë. Nërsa këtë që ka deklaru prap fitimet ulta kë përfiton sa i tjetri, dhe këtu ato që paguajnë shumë nuk po favorizohen. Edhe në lidhje me kontrollet tatimore, se zonja ka punu drejtoresh, mos ka bëjt dikur, edhe sot kërë e djallë shumë një drejtor tatimesh, është koleg kuptimin ekspert, kontabël, ish ekspert. Bizneset që paguajnë shumë normë tatim fitimit e këto nuk favorizohen në kontrollet tatimore, që është ajo risku. Barabar, i herë në 2 vjetë, 3 vjetë ju vinë tonëve. Kështu që unë menoj bizneset që paguajnë tatim fitimit lartë, normat të vëshëre duhet se po se stimuluj miri, Ky është qëllimi. Po e keni thonë, e thuhet në teori. Jo, teori. ky është qëllimi i paqes. Po, dakord, ndoshta se kam kuptuar mirë. Po, unë kam një mesatare 15% tatim fitim, domethënë kam normë fitimit 15%, prapë më kërkohet 15%, bën 19%. Jo, po patjetër. Për sa që ka 5% prapë mirë të pesa. Jo. Kështu kam kuptuar. Ndoshta është gabim. Është me koeficient ajo. Dhe janë 2 gjëra të ndryshme. Para tek ata që janë me 15-qin. Ne flasim për ata që janë me 15-qin si fillim. Po paqja është për ta. Ky elementi që tash unë është një ide që po e diskutojmë dhe do duhet ta konsultojmë mirë për disa efekte që mund të ketë. Po nuk, kurse paqja është për ata që janë me 15% të deklaruar. Që do thotë që se tash ne besoj vajza në këtë rast do buzëqeshi prap kur them unë që dhe ata me 15-qin kanë prap rezerva. Apo jo? Se po t'jap një shembull shumë thjesht. Të hyrat nga turizmi në Shqipëri vjetë, disa kanë qenë? 5 miliard euro. Po, e kena lexuar. Është ndërkohë, po të shikojmë të ardhurat e deklaruara, ti thu po mirë ku kanë shku këto. Dhe ne e dim ku kanë shku. Tani, pra nuk janë deklaruar. Tani, në momentin kur ne japim mundësin që të bjej dakord që kjo do tjetë fiti, se është marrëveshje, nuk është do imponojmë ne, ajo është marrëveshje bilaterale.
po dakord, ky do të jetë fitimi im për këtë vit, urdhro, jemi në rregull. Nëse pastaj biznesi thot, shiko se unë kam më shumë se kaq. Sa të thash? Të thash kaq, po kam më shumë, atëherë ai më shumë është 5%. 5%. Pra, kjo ndihmon ata që paguajnë shumë. Dhe pikërisht pse paguajnë shumë, i thuhet që shiko, formalizohuni më shumë, paguni më pak, por ama edhe shteti merr një pjesë, por nga ana tjetër gjëja më e rëndësishme është që rritet kapaciteti i tyre në bankë. Një fakt është, unë punoj me biznese private qysh në 98, po e takoj 27 vjet. Asnjëherë, jo për propagandë, s'kam ndonjë interes, por asnjëherë biznesin në Shqipëri më i relaksuar nga taksat s'ka ka, me asnjë qeveri. Po e dim ne këtu. Unë e di për shembull biznesi i vogël atje i merrshin gjithë ata lek. Edhe bashkia në bazë Po jo, xhiros biznesi i dikur vogël, ne shiko. ne kontrolle tash. Shiko, biznesi unë biznesin e vogël e njoh mirë për shkak se kam qenë kryetar bashkie. Edhe si kryetar bashkie atë kishim ne, s'kishim tjetër, biznesin e vogël. Biznesi i vogël praktikisht e para herë nuk ishte 140.000, ishte ke 55.000 eurot, deri në 55.000 euro quhej i vogël. Po. Mbi 55.000 euro fillon të loja. Mirë, por nuk ishte edhe në rëndësi të madhe, sepse 10% e kishe i soj. Pra si ti që kishe i dyqan buke, si që të them unë, hotel 15 kaçi, korporatë e madhe. 15 kaçi. E kishin i soj, 10. Dhe gjëja më plus, pastaj ishte dhe TVSH-ja. Pastaj, problemi vinte që biznesi i vogël paguante dhe taksën bashkisë. Po. Ndërkohë që ai i madhi s'ja pagunte taksën bashkisë. Ishte veç. Kështu që ishte një çmenduri. Ne e kemi relaksuar në maksimum. Tani ka dhe gjë tjetër që nuk e thash se nuk erdhi radha. Me fiskalizimin u bë një hap i mirë në drejtim të formalizimit. Por, prap, ne e dim shumë mirë, shqiptarë jemi të gjithë, domethënë, në momentin unë mendoj që ne jemi më të besueshmit për të na dhënë për të na përdor ata që vendosin rregulla për të na përdor kushilja. Domethënë se sa del gjithmonë thuhet që është shprehje e vjetër, unë nga italishtja e di, fata la legge trovato l'inganno, por ne jemi më të shpejtët. Del rregulli, hilja, të paktën një gjë po ndryshon, që nuk po mësojmë hilet para rregullave, se dikur ishte hilja para rregull. Tani rregulli dhe tek fiskalizimi filloi një hile. Një hilja si veza Kolombit. Mos e shtypa të fare, që kalohet. Historia e kuponave dihet, po nuk mund të vazhdohet më me inspektime, kuponi. Kështu që ne tani jemi duke përgatitur edhe ministri e bëri një prezantim dje, dhe besoj që në qershor do filloj të hyjë në punë një model të inteligjencë artificiale që do të jetë si thosh krye inspektori i Shqipërisë. Dhe do të punoj me fiskalizimin. Pra gjithë transaksionet që bëhen me fiskalizimin sot në kohë reale ndiqen nga inspektorët, patjetër, por imagjino tani ti si mund të ndjekin 100 veta miliarda transaksione që bëhen. Nuk i ndjekin dot. Kurse me këtë trurin artificial që kemi krijuar, ai ndjek të gjitha. Ai sinjalizon. Ai ndjek të gjitha dhe ai sinjalizon inspektorët për anomalitë. Pra nëse dhe është pamundur të ikësh. Kjo do të bëj që nuk do ketë më inspektor në për biznese për të pa. Hajde po kalojmë një herë. Inspektorët do të jenë vetëm për të bërë ndër veprimin midis këtij krye inspektorit
artificial dhe biznesi, duke i quar biznesit njoftimi, shiko se të kapi ky zotnia. Shive i qikë se nuk je mirë tash, rregullohu. Dhe pastaj, nëse nuk ka vetë rregullim, vazhdon vazhdimi me gjoba e tjerë. Por, do më dhe mua nuk më dele keqja, sinqerisht nuk më dele keqja pa u largu hija e inspektorëve nga dyert e biznesit. Ka rënë shumë, sepse unë përpiqem gjithmonë ta imagjinoj, njeriu shkon në dyqan vet, shkon në ndërmarrjen e vet, ka 100.000 kumrije në kokë, edhe plus edhe ankthi normal i tjetumit me konkurencë. Se konkurencë, hap ti dyqanin, hap dhe tjetër përballë. Sa do kem shitje sot, sa do ti ke të gjitha këto, dhe vetëm kur të vjen njëri që nuk ka lidhje fare hiç me hallet e tuaja dhe me problemet e tuaja, të vjen njëri aty, edhe thot, tashti të shohim i çik. Kjo është e pa përtypshme. Por për sa kohë nuk kemi pas teknologjinë, nga është e vetmja rrugë. Tashti besoj që me teknologjinë do lehtësohemi shumë në këtë aspekt. Plus që më kujtohet gjithmonë një skene jashtëzakonshme me një grup inspektorësh, kishin shku ke një pasagjeri, edhe më shërale kjo, më shkruan ajo zonja aty e pasagerisë, ishin Durrës, më çoni mesazh, o kryeministri tha, të lutem tha, a mund të ndihmosh tha që këta inspektorët tha të largohen tashti tha se po më marrojnë akulloren. Edhe unë i qohë një këshu ikon me të qeshme se thash humor. Si shte humor, a e më qonë video. Më qonë video, 4 veta në tavolinë, kujtohet, po ka qenë Delina drejtore e tatimeve, jo, pushun ata për qaqë 4 veta ullur në tavolinë, pasqeri, po kishin një tas, unë nuk e di ku e kishte gjeta jo, një tasi math me akullore dhe e hashin nga tasi. E hashin nga tasi dhe njëri aty kishte dhe ato letrat e biznesit, bedebek që me stiolapsin aty dhe ato. Hashin nga tasi dhe i fliste ai për këto shifrat aty. Qa të them? Më ka ngel menja ajo edhe gjithmonë them pa i heq këta nga akulloria, nuk e kemi mbaru punën me jo vetëm inspektorët e tatimeve, po janë inspektorat e tjera që i tu ka bizneset. Shi mos më hap këtë mohabet pra tash, lutem tash. Unë them të heqim këta. Okej. Pa, nuk është Me që dhe kërkes kam me bo, në falë se po të ashtu, për biznesin e kam. Nuk e kam kuptu kur, pse në shkon beshtrimshirë nga Ministria Financave, që agrobiznesi që blen nga fermert nuk i njët të vëshoja. Blen me të pa të vëshoja. Kjo është tem që e kemi... Shumë që jaj... Erioni bëllë po banë, po s'po jetë. Erioni po pra po, Erioni ka drejt, e sakt. Falë që e thash, po... Jo, e kemi diskutuar... E ka shumë problem, si të mos prodhimi qumshtë. E kemi diskutuar... Shiko, tani, që t'jemi realist. Faleminderit. Ajo, juve merrni me këtë punë dini më mirë se unë, ajo ka lëviz 2-3 herë, ajo gjëja gjatë viteve për të në përpjekjen për të mbështetur sa më shumë fermerët, për të mbështetur sa më shumë fshatin dhe kjo lëvizja që tani duhet me rikthy ka rezultuar që nuk ka qenë ndihmëse dhe në buxhetin por ka një efekt financiar. Kështu në buxhetin e 2026-s dhe në paketën fiskale të 2026-s do ta korrigjojmë. Ju falenderoj shumë edhe për orën, apo më falë, jepja pak mikrofonin. Më falë se ndërkohës po shifsha njëri që do në me folë dhe prandaj po mbasha këngë. Unë jam Albania Libali, kam... A vetëm afroj pa. Kam një biznes nësh për qafullt. Unë gromëllaj mjetet e riciklushme. Në këtë rast ndihmoj edhe bashkine. Problemi që
Mjetet e riciklueshme në Shkodër ka nevojë për një infrastrukturë më të madhe për marrë më tepër